Kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Lumir Abligjiku, ka dalë mbrojtur nga votbesimi që u zhvillua të stuna në kuvendin e partisë, me votim të mbyllur, u dha verdikti antarësisë së LDK-s për të cilin janë falendërues, por po ashtu jam edhe mirënjohës i mbështetjes së vazhdueshme, por edhe kundërshtimeve në këtë proces. Përpara, ka thënë ai për mediat pas përfundimit të votimit, profesori Ender Byty që kritikon ndërheqjen e Lumir Abligjiku duke thënë se ishte një lojë politike për të rikonfirmuar veten në krye të LDK-s, duke manipuluar delegatët dhe duke tallur antarësinë dhe i lidh këtë me servilizmin e tij ndaj liderëve rajonal, si Edi Rama. Lumir Abligjiku dha dorëheqjen për të vetbesuar në kuvendin e LDK-s, në fakt për të rikonfirmuar sepse nuk ndodh që kryetari në detyrë i cili i ka zgjedhur vetë delegatët të mos votojë për tyre, pra ishte thjesht një lojë tipit Soros, një intrigë dhe një tallje me antarësinë e Lidhjes Demokratike, siç dinë të tallen sorosistët. Shihni përparimin e Lumirit se si serviloset krye sorosistit të Ballkanit me emër Edi Rama dhe të kuptoni se sa mashtrues që janë ata, thot ai. Sipas tij, kuvendi i LDK-s është vetëm fillimi i përplasjeve mes rrugovistëve dhe mbështetësve të Ramës, duke kritikuar liderët aktual si të dobët dhe të manipulueshëm, por beson se rrugovistët do të mbrojnë filozofinë nacionale të Ibrahim Rrugovës. Por kuvendi së shtunës i LDK-s ishte thjesht preludi i një stuhie në këtë parti, nuk pajtohen rrugovistët me ramistët e Prishtinës e të Tiranës, po të ishte Rrugova do t'i detyronte këta mashtrues të iknin nga dritarja, siç ka ndodhur me të drejtë, të cilëve nuk ua ka thënë asnjë fjalë, por thjesht me heshtjen e tij ka detyruar të ikin nëpër frëngji. Megjithatë, LDK nuk ka më Rrugov, prandaj luajnë si qingjat në livadh këta djemtë e Sorosit në Lidhjen Demokratike të Kosovës, por LDK ka rrugovist të cilët të marrin gjak në vetull dhe nuk lejojnë për çuditërimin e filozofisë nacionale të Ibrahim Rrugovës, përfundon ai për bota sot.